Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Dersat e fundit me kemi marrë disa prej parathonjeve shumë të mëdha, madhështore, të cilat i ka sjellë autori, Allahu mëshiroft. Para se me fillu, mi përmend dyshimet të cilat i sjellin mushrikët, propagandë e çdo kohe rreth tauhidit. Para se me përmend këto dyshime dhe me tregu se si duhet të refuzohen, të kundërshtohen edhe të largohen këto dyshime. Dyshime të cilat i sjellin ata, të cilat mundohen me u përzi apo me u pështjell mendjet e atyre njerëzve që nuk kanë dije rreth tauhidit të Allahut, rreth drejtës madhore të cilën e meriton Allahu subhanahu wa taala, e që është njësimi i Allahut me adhurim. Pra me adhuru Allahu subhanahu wa taala vetëm, edhe jo dikon tjetër krahas apo së bashku Allahut. Pra që e gjithë çështja i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Në gjithë vendimi, e gjithë gjykimi kthehet dhe i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Pa Allahu veçohet me ligje të cilat i ka zbritur të njerëz. Pra veçohet gjithashtu me vepra të cilat i kryjnë njerëz në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pa i gjithë gjykimi, i gjithë vendimi i takon vetëm atij, vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj robi, njeriu ka obligim që fjalët e Allahut edhe fjalët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam me qenë gjykatësi i cili gjykon mes tij edhe mes tjerëve në kërkim të vërtetës, në kërkim të asaj që është e saktë, që është korrekte, që është e vërtetë. Pra që thotë Allahu subhanahu wa taala, innal hukmu illa lillah. I gjithë gjykimi, i gjithë vendimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Amara alla ta'budu illa iyyah. Prandaj Allahu ka urdhëruar që mos të adhuroni askën tjetër përveç tij. Po kjo është ajeti 4 të surës Yusuf. Po i gjithë gjykimi, i gjithë vendimi kthehet Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne kemi obligim që në kërkimin e vërtetës, në kërkimin e asaj që është e saktë, t'i kthehemi fjalët e Allahut dhe fjalët e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Pra ashtu që i takon Allahut subhanahu wa taala vendimi edhe gjykimi në qiell, pra në universin e tij. Pa askush nuk mundet me vendosë diçka që ndodh në këtë univers, pra në mbretërinë, sundimin e Allahut subhanahu wa taala, përveç Allahut subhanahu wa taala. Pa i gjithë ky vendim gjykimi takon vetëm atij. Pa ashtu që takon Allahu subhanahu wa taala vendimin e sundimin, mbretërinë e tij në kozmos, në univers, pa ashtu i takon Allahu subhanahu wa taala gjykimin e mospajtimet edhe përshkalljet që janë mes njerëzve. Allahu subhanahu wa taala i takon vendimin dhe gjykimin e kërkimin e dijes që ne e bëjmë. Po na që e kërkojmë për dijes rreth vërtetës, rreth asaj që është e saktë, korrekte. Allah subhanahu wa taala i takon i gjithë këtë gjykim. Pra edhe në ligjet që i ka zbrit, mirë po edhe në veprat që ne i kryjmë. Po duhet të jenë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pasi që i ka përmend autori këto parathënie dhe ne ka shëruar mirë disa baza apo parime, të cilat ne duhet, po si musliman që njësojmë Allahun subhanahu wa taala, më duhet të qëndrojmë fort në to, me këmbë të forta. Autori thot: "Wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lem yab'ath nabiyan bi hadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da." Do të thotë se Allah subhanahu wa taala me urtësinë e tij apo për urtësinë e tij ka qenë që sa që ka dërguar të dërguar. E pejgamber i ka caktuar disa prej njerëzve, po pejgamber që kanë ardhur me këtë tauhid. Sa që Allah subhanahu wa taala ka dërguar nga një pejgamber, kanë të dërguar me këtë tauhid, pra që i ka thirrë njerëz tauhid, Allah subhanahu wa taala ka caktuar që disa prej njerëzve me kanë armiqti. Disa prej njerëzve më bëhen armiq këtij pejgamberi. Po kama qala subhanahu wa taala, çu ka thënë Allahu i lartësuar, wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn. Sot kështu e kemi bërë që çdo pejgamber, çdo të dërguar ja kemi caktuar ka disa armiq prej njerëzve dhe gjinëve. Por disa armiq prej shejtanëve të njerëzve edhe gjinëve. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura. Ata e frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë boshe të zbukuruara, si mashtrim, pra e mashtrojnë njëri tjetrin.
Walau sha'a rabbuka ma fa'alu. Ata sikur të kishte dashur Zoti yt, ata nuk kishin pas mundësi me bëkta. S'kishin pas mundësi me vepru këtë. Sikur të kishte dashur Allah subhanahu wa taala. Po kjo është ajeti në 12 e surës An'am. Po ka mundësi që shejtani me orë të njeriu edhe më ia hedh në dyshim rreth tauhidit, rreth fesë të Allahut subhanahu wa taala. Pra që ka të bëjë me njësimin e Allahut subhanahu wa taala, me adhurim, apo që kjo fe ka ardhur prej Allahut e kështu me radhë. Ose nganjëherë pa shejtani vjen edhe i sjell njeriu në dyshim që nëse ky tauhid, edhe kjo fe e pastër ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe nëse në këtë tauhid është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Pra ai që realizon këtë tauhid ka arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allah ka premtuar që ka më ndihmu miqtë e tij. Po ka më ngrit lart ata cilët e njësojnë Allahun subhanahu wa taala me tauhid, ata cilët realizojnë tauhidin. Pa Allah ka premtuar që ka më poshtruar dhe ka më nëshmuar miqtë e tij. Atëherë për kësaj kërkohet detyrimisht ose kuptohet që i thtarët e tauhidit gjithmonë do të më qenë triumfues. I thtarët e tauhidit gjithmonë do të më qenë gabnjys. Edhe gjithashtu për kësaj kuptohet që të dërguarit pra pejgamberët mos me pas armiq për njerëzve dhe për shejtanëve. Nga se do thot ata e kanë realizuar që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala, pra fenë e tij, tauhidin e kështu me radhë. Kjo është një dyshim që mundet të marrë mi ardh njeriu prej shejtanit. Pra çu ka mundësi që do thot ata cilët po mundohen me realizu tauhidin me kanë njerëz të nëshmuar, me kanë njerëz të poshtruar, do thot me kanë tjerë për mbi ta, ngavnys, triumfues. Një gjë mendim e kanë pasur disa prej edhe mushrikët e Mekës, mushrikët të cilët është dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj për me pranu shpallën me cilën ka ardhur pejgamberi sa si sakt, ata kanë kërkuar që zbashku me të me zbrit edhe një melek prej Allah subhanahu wa taala. Pra që e tregon saktësinë e asaj me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra që fjalët e tina pajtohen me fjalët e melekut. Ose kanë kërkuar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sjell disa gjëra, disa mrekulli prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe që mos me pas armish për njerëzve. Po mos me kas kundërshtues, njerëz cilët e kundërshtojnë thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po që mos e pas mundësi dikush me mohu edhe me refuzu me atë cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ky dyshim ka ekzistuar gjithmonë në mesin e atyre që i kanë bërë shirk Allah subhanahu wa taala. Për shembull, në surën Isra në ajetin 10 Allah thot: "Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a." Ata thanë që ne s'kemi me të besu ty derisa ti të bëjsh që toka me shpërthy me burime, pra me sjell burime tuajet. Pastaj përmend disa gjëra tjera që i kanë kërkuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose për shembull surën Furqan ajetin 7 deri në ajetin 9 Allah tregon thotë: "Wa qalu ma li hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq." Edhe ata thonë, "Çu shko mundsi të më keni dërguar, por deri sa po han ushqim." Edhe po ecë në përtregje, sikur njerëz të tjerë, thjesht. Laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Sikur të kishte zbrit bashkë me të një melek, që vaj me kon para lajmërues bashkë me pejgamberin sa. Au yulqa ilayhi kanzun. Apo të jepat atij një thasare, një pasuri e madhe. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha, apo të kish pas një kofsh me veti, po nga do që të shkon me hangër për atij kofshti. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Fatallata zullumçarët, pra ata që i bojnë padrejtësi vetes syre me shirk, i kanë thonë janë tjetër ti po e pasoni, pra i kanë thonë besimtarëve, jo po e pasoni vetëm një njerëz që është i magjës apo që ka bërë sehr, magji. Unzur kayfa darabu laka al-amthala fa dhallu fa la yastati'una sabila. Thot Allah, shikoj se si ata cilën ty shembuj krahasime, për me cilën ata kanë humbur rrugën, rrugën e drejtë dhe nuk kanë mundësi kurse si ta gjejnë atë rrugë. Pra duhet me kuptu se për urtësisë të Allahut subhanahu wa taala është që sa që Allah ka dërguar në pejgamberin, të dërguar ai ka pas armiq. Edhe armiqtë të dërguarve kanë qenë prej njerëzve dhe prej gjinëve. Të dërguarit e mëhershëm, që Allah i ka dërguar, kanë qenë të dërguar tek njerëzit. Pra, njerëzit cilët i kanë dëgjuar fjalët e atij të dërguarit. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar tek krejt, po që është Allah subhanahu wa taala është mësirë për këtë botën. Po është dërguar edhe te njerëzit dhe te gjinët. Çdo i dërguar ka pas armiq. Allah subhanahu wa taala
Kjo urësisë tina ka bo që me kom të armisht të një të dërguarit caktuar. Arsyeja për këto është se çështja e tauhidit është shumë e madhe, shumë madhore. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala thot: "Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn." Kështu ne kemi bërë që çdo pejgamber, çdo i dërguar me pas armish, kemi caktuar armish. Për shejtanëve të njerëzve dhe gjinëve. Kurse në ajet tjetër Allah subhanahu wa taala thot për surën Furqan, në ajetin 31, "Wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin." Thotë kështu kemi caktuar për çdo të dërguar armish prej njerëzve kriminal. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Mirë po ty të mjafton Allah subhanahu wa taala si udhëzues edhe si ndihmues. Pra urësia Allah subhanahu wa taala kërkon më domos që çdo pejgamber me pas armish. Mirë po kjo nuk kufizohet vetëm te pejgamberët e të dërguarit. Mirë po të ndjekësit dhe pasuesit e të dërguarve kanë me pas armish. Po çdo kush i ndjek pejgamberët e Allah subhanahu wa taala të dërguarit e tij në rrugën e tyre ka me pas armish për njerëzve dhe për gjinëve. Kjo është arsyeja e kësaj është se Allah subhanahu wa taala me urësinë e tij ose urësia Allah subhanahu wa taala kërkon më domos që me dallu cili është grupi i Allahut edhe grupi i shejtanit. Kush janë ata njerëz që hyjnë në grupin e Allahut, që mundohen me realizu tauhidin, edhe kush janë ata që hyjnë në grupin e shejtanëve, që e luftojnë këtë tauhid. Asi këtë dallim nganjëherë bëhet përmes dijeve, ose në shumicën e rasteve kjo është origjina, që dallimi mes këtyre dy grupeve bëhet përmes dijeve, përmes fakteve, përmes argumenteve, përmes shkencës, o përmes dijes që ka zbritur Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Nganjëherë bëhet edhe përmes shpatës. Po çu ndodh që Allah subhanahu wa taala ka lehtësuar në raste të caktuara do thot luftën. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala Kur'anin e ka quajtur Furqan. Çfarë do thot Furqan? Furqan është që e dallon të vërtetën prej të vërtetës. E dallon dijet, shkencat e të hakut të vërtetës prej dijes apo shkencave të mushrikëve, të paganëve. Qëllimi i kësaj që them është se urësia Allah subhanahu wa taala kërkon që çdo pejgamber me pas armish. Prandaj ai i cili është muwahhid, që njëson Allah subhanahu wa taala me adhurim, nuk do të në një kohë caktuar me shiku faktin që i thorët e tauhidit janë pakic. Apo që ata janë të nënçmuar. Apo janë të nënçmuar për shumë për tjerëve. Apo që do thotë tjerë i shikojnë me sy do të për uljes. Po ne kushtojnë rëndësi fare i thorët e tauhidit. S'kan kurrë pozitën në shoqërinë e tyre. Apo që ka shku një kohë e gjatë nuk ka ardhur ndihma dhe ngallënimi, triumfi prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe gjëra ngjashme, do thonë kësaj natyre. Apo ndoshta nganjëherë do thotë ata ndëshkohen edhe dënohen për tjerëve. Apo që internohen, do thotë përzihen krejt prej vendeve tyre. Qysh i shohim do thotë që armiqtë e tauhidit veprojnë me iftar të tauhidit në kohë të caktuara dhe vende të caktuara. Ose muahidi, ai që njëson Allah subhanahu wa taala do të më shiku këto gjëra. Mirë po do të më shiku të vërtetën me selam, do thotë janë ata të cilët mundohen me realizu tauhidin. Jo me shiku gjendjen cilën janë ata. Dietarët e Ahlus Sunnetit, urësinë Allah subhanahu wa taala definojnë në këtë mënyrë. Pa ata thonë që urësia e Allahut është që Allah i vendos gjërat e veta në vendin e tyre, vendin e duhur, cilat pastaj vijnë për përputhje të plot me rezultatin apo me qëllimet e lavdëruara. Kjo është urësia e Allahut subhanahu wa taala. Çdo gjë e vendos vendin e saj. Edhe çaja gjë patjetër ka më sjell, do thotë në synim në qëllim të lavdëruar. Prandaj Allah subhanahu wa taala urësinë e tij e lejon që më ndodhe keqja, sherrri në sundimin e tij, mbretërinë e tij. Edhe pse Allah subhanahu wa taala nuk i takon që me gjiku keq, po sherrri s'i takon Allah subhanahu wa taala. Prandaj Allah subhanahu wa taala kur gjikon diçka të keqe, ajo patjetër ka më sjell diçka të mirë. Po ajo është e keqe, si sharr vetëm sytë e tonë. Allah subhanahu wa taala lejon me ndodh keqen në mënyrë që me dallu, me shfaqja dallimin mes mirësisë të iftarëve të vërtetës edhe të keqes të iftarëve të kotës. Po këtë sqaron shumë mirë Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft në librin e tij Madarijus as-Salikin. Pse Allah subhanahu wa taala lejon me ndodhë keqja në universitet. Po me dallu mes mirësisë të atyre që ndjekin të vërtetën edhe të keqes të atyre që ndjekin, do thotë tjerëve, që ndjekin rrugët e kotës. Po Allah subhanahu wa taala lejon me ndodhë keqja në mënyrë që e mira pasaj mos shfaq,
dukshëm, me ditë se cila është rruga e drejtë. Do në pas qartë cila është rruga e cila ty dërgon drejt e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj sigurisht se shen kjo ermiqësi mes thtarëve të tauhidit edhe thtarëve do thotë kotës, do të shirkut, atë nuk është ditë, nuk është dalë në pah në dukje, ai se është i kapur për tauhidin. Po si shbos dallim mes tina dhe mes tjerëve. Nëse ati që është i kapur për tauhidin, edhe ai i cili do thotë nuk i kushton rëndësi tauhidit. Po ashtu nuk është dallu ai i cili është ka bindje të plotë, të paluhatshme në tauhidin Allah subhanahu wa taala për atyre të cilët kanë mëdyshje, kanë dyshime rreth tauhidit. Edhe do thotë tjera, urtësi tjera prej urtësive madhore që Allah subhanahu wa taala për shkak këtyre e lejon që më ndodh do thotë e keqja në sundimin mbretërinë e tij. Prandaj Allah subhanahu wa taala e ka lejuar që kjo armiqësi më ndodh me zbrit në vendin e saj. Edhe që kjo armiqësi që ndodh mes thtarëve të tauhidit e thtarëve të shirkut, patjetër vjen përputhje të plot, për tashmëri të plot me qysa me disa urtësi, me disa qëllime, synime që janë të lavdëruara. Allah subhanahu wa taala ka bërë që disa prej gjinëve dhe njerëzve, madje shumica e tyre që janë do thotë shejtanëve të njerëzve dhe gjinëve me kanë armiqtë të pejgamberëve. Edhe në këto janë disa qëllime apo synime të lavdëruara të cilat i din Allah subhanahu wa taala pse lejon më ndodh këtë armiqësi. Prej këtyre synime apo qëllimeve është se Allah subhanahu wa taala që shlami shfaq apo i bën të duken qartë ata të cilët e meritojnë mirësinë, begatinë e Allah subhanahu wa taala dhe banesën e nderimit, shtëpinë e nderimit që është xheneti. Po kush është ai i cili e meriton xhenetin Allah subhanahu wa taala? Kush është ai i cili e meriton begatinë e tij? Mirësinë e Allah subhanahu wa taala. Kjo shfaqet, do thotë kur ndodh armiqësia mes tij dhe mes tjerëve dhe ai treguat i vendosën ata. Prej këtyre urtësive është që Allah subhanahu wa taala don me dallu të vërtetën prej të pavërtetës. Pra dallon Allah subhanahu wa taala dëshon me shfaq, do thotë dallimin mes i thtarëve, pasuesve të hakut edhe pasuesve të kotës. Mirë, po Allah subhanahu wa taala këto don me shfaq përmes një gjëje që është toksore. Jo një gjë që është hyjnore. Allah subhanahu wa taala don me tregu dallimin mes i thtarëve dhe pasuesve të vërtetës, pasuesve të kotës përmes diçka që është toksore. Po njerëzore. Jo diçka që është hyjnore. Pse nganjëherë Allah subhanahu wa taala ka ndërhyrë në shumë raste që për shembull ka zbrit melekët dhe i kanë ndihmu besimtarët që shka ndonë betejën e Bedrit ose në disa beteja tjera në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej këtyre urtësive është që Allah subhanahu wa taala dëshiron që mu ditë ata të cilët e ndihmojnë fenë e tij. Mu ditë ata të cilët e ndihmojnë fenë e Allah subhanahu wa taala, ata të cilët e ndihmojnë tauhidin. Pa ata të cilët nuk kanë kurfar më dyshje, kurfar dyshime në këtë rrugë. Kurse shumica e njerëzve do thotë kanë dyshime rreth saj. Shumica e njerëzve do thotë janë në dyshje. Shumica e njerëzve do thotë i armiqsojnë pasuesve dhe thtarët të tauhidit. Shumica e njerëzve do thotë i pranojnë ato dyshime të cilat i sjellin tjerë. Në vetë fakti që këta po i thtarët të tauhidit janë të kapur për të vërtetën. Kjo është argument për saksinë e tauhidit. Po pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, me gjithë faktin se kanë qenë pak numër, ose ata të cilët ju kanë përgjigj këtyre të dërguara kanë qenë pak numër. Mirë, po ata kanë qenë të kapur fort për këtë vërtetë. Nga njerë kanë ndodhur që do thotë ata kanë qëndruar një kohë gjatë, pra pejgamberët kanë bërë thirrje që ka përgjigj askush. Mirë, po ata të cilët ju kanë përgjigj edhe pse kanë qenë pakiz, do thotë kanë qenë të kapur fort për të vërtetën. E kanë qenë të forcuar në këtë vërtetë, po kanë qëndruar fort. Saqë që ka ardhur në hadithin që transmeton Buhariu, ka pas raste që ndonjërin prej tyre e kanë marrë e kanë ndonë dy pjesë me sharr, ngadal. E kanë prerë me sharr. Edhe kjo nuk e ka kthyer ata mbrapsht prej festit, ka qëndruar i fortë. Kjo është dëshmi e madhe. Do thotë që kjo cilën e kanë bërë ata, kjo fe cilën e kanë bërë ata mbi subet e tyre. E që është tauhidi Allahu subhanahu wa taala, do thotë kjo është e vërtetë, kjo është hak. Pasi Allah subhanahu wa taala i ka ndëruar ata me këtë gjë. I ka ndëruar ata me këtë çështje. Pra i ka ndëruar ata me pasu këtë vërtetë, me pasu tauhidin, edhe ata se kanë pas problem që do thotë edhe jetën e tyre në mënyrën më mizore, do të më torturuar dhe më dhon, edhe me qëndruar të fortë këtë tauhid. Prandaj autori këtu, Allahu shërof po thotë, lem yab'ath nabiyyan
bihadha tauhidi illa ja'ala lahu a'da. Sot Allah subhanahu wa taala asnjë pejgamber nuk e ka dërguar më herët me këtë tauhid vetë se i ka vënë atina armish, i ka caktuar armish. Po çive kufizim që e ka vë autori merret me fjalët e Allah subhanahu wa taala kur thotë wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan. Sot kështu ne kemi bërë për çdo pejgamber armish, po nuk ka pas pejgamber që ka dërguar Allah subhanahu wa taala më herët vetë se ka pas armish. Po kullu këto është shprehje që tregon çdo. Po përfshin, i përfshin çdo pejgamber, or gjithë përfshin se kjo pjesë e zakull. Prandaj armisht e pejgamberëve, armisht e të dërguarve janë dy lloje. Lloji i parë janë armisht janë udhëhesa, do të kryetar të shteteve. Pra ata që i drejtojnë udhëhesin çështje të popullit. Mirë po vërejsh këtyre udhëhesave janë edhe një pjesë tjetër e udhëhesave. E që janë udhëhesat e fesë. Ata udhëhesat e mendimit, udhëhesat e fesë. Ata cilët e pretendojnë që janë, do thotë parte paria e popullit. Këta janë ata cilët e kanë marrë përsipër me u shpall luftë, do thotë armiqve, me u shpall luftë pejgamberëve të Allahut edhe pasuesve të tyre. Ai kanë penguar njerëz, do thotë për fesë Allah subhanahu wa taala. Po dy lloje të udhëhesave. Udhëhesat e shteteve edhe udhëhesat e fesë. Lloji i dytë të armiqve janë pasues të tyre. Po pasues popullit cilët ata i udhëhesin. Ata cilët janë në udhëhesin e tyre, pa se sa janë në udhëhesin e këtij pushtetare apo në udhëhesin e atij, do thotë prisit fesë. Zakonisht këta pasues të tyre, do thotë i kap ajo zelltaria, ajo fanatizmi për rrugën cilën janë ata, cilën e ndjekin ata. E kjo i shtyn ata që mos me pranu tauhidin. Edhe më ndihmu, do thotë udhëhesave të tyre. Pavarësisht ajo udhëhesa fetare apo udhëhesa, do thotë të shteteve. Prandaj nuk dohet që me armiqësi të përshkruan të cilëson vetëm dietarët apo vetëm kryetarët. Mirë po, shpesh ndodh që armiqtë më të mëdhenj të tauhidit janë pasues, njerëz të thjeshtë, njerëz të rëndom. Ata të cilët i ndjekin këto udhëhesa. Arsyeja për këtë është se ai i cili do thotë nuk i përgjigjet tauhidit të Allahut subhanahu wa taala. Ai ka ofenduar, ka shoh Allahun subhanahu wa taala. Çdo mushrik, çdo kush që i bën shirk Allahut subhanahu wa taala, ai në realitet e nënvlerëson Allahun subhanahu wa taala. Ai konsiderohet ofendues që e shon Allahun subhanahu wa taala, pra nënvlerëson hakun drejtën e Allahut subhanahu wa taala. Ai që pretendon se zbashku me Allahun subhanahu wa taala, krahas Allahut është ka ndërmjet të tjerë që do të adhurohen me Allahun subhanahu wa taala, i cili të afron ty te Allahu subhanahu wa taala përmes rrugës tij. Po ndërmjetson për ty te Allahu subhanahu wa taala, pavarësisht është dietar e kësaj çeva, apo është njëri i padijshëm, po pavarësisht a është për udhëhesave apo është për atyre që i pason ata, ky llogaritet se armik i tauhidit. Po që armison rrugën me cilën kanë ardhur të dërguarit pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala. Mbani, çështë nganjëherë ndodh që do të armiqësia për tauhidin e dhjetarët e tina përhapet në mesin e njerëzve më shumë, po kjo armiqësi është më e fuqishme pe pasuesve se sa prej udhëhesave. Se sa për atyre që vëllajtë si njerëz më të veçantë, pra udhëhesa të shtetit apo të fesë. Kjo është e qartë. Nga se pasues janë ata që përzihen në popull. Ndjekësit e tyre ose pasuesit e tyre janë ata që janë shpërndarë mesin e popullit. Po janë ata që i përhapin fjalë, ata janë ata që i përhapin gënjeshtat rreth tauhidit dhe thërrave të tauhidit. Për shembull, nëse shikojnë thirrjen e pejgamberit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata cilët e kanë përhapur se ai është sabi, po pi fes sabi që i adhurojnë yjet, apo që ai është magjistar, apo që ai është i çmendur. Kush e kanë bërë këto? Do thotë pasues të udhëhesave, jo ndjekës, jo udhëhesave, do ndjekës të udhëhesave. Ata cilët i kanë pasuar, i kanë ndjek parin. Këta janë që i kanë përhapur këto gjëra në mesin e popullit. E njëjta për shembull se shikojmë e kthehemi edhe thirrjes të përtisit fes, po Muhamedi ibn Abdullah Allahu mëshiroft, ata cilët e kanë përhapur mesin e njerëzve që do të thonë cilët tregojnë për atë armiqsinë që kanë pasur ndaj këtij daveti, janë njerëz të tjerë, do të thonë njerëz të rëndom, mosat e gjera. Po gjithmonë ka ndodhur kështu. Po armiqësia që vjen nga pe aspektet të fanatizmit, pe aspektet të ndihmesës ndaj të kotës, është prej pasuesve, do të thotë prej ndjekësve. Kjo është më e madhe.
Por armiqësia për tyre është më e madhe se sa prej udhëhecave. Nga se ata janë të bindur në ato që i thonë udhëhecat e tyre fetare apo shtetërore. Pra, dietarët e tyre apo kryetarët e tyre ata i madhrojnë, pra janë njerëz që respektohen mesin e tyre. Prandaj ata i ndjekin me çdo kusht. Edhe gjithmonë do të thotë argumenti i sjellën fjalët e tyre. Ata nuk nalen me shikuar, me menduar, me studiu fjalët e tyre. Mirë po i pranojnë ato dhe i ndihmojnë ato me çdo kusht. Edhe ta llogaritën si armiqtë të tauhidit. Prandaj këto dy lloje njerëzve duhet të kemi kujdes për tyre. Pra dhe ai që njëson Allah subhanahu wa taala me adhurim, përderisa ata i kanë shkollë luftë edhe armiqësi të tauhidit, pra rrugës pejgamberëve, edhe na do thotë me pas armiqësi ndaj tyre. Po qëllimi i armiqësisë është do thotë me zemër. Nuk është qëllimi, do thotë nuk do që muahida që njëson Allah subhanahu wa taala me tauhid që armiqësia tina të jetë vetëm ndaj njerëzve më të veçantë, pra udhëhecave. Mirë po duhet edhe ndaj atyre të cilët i kanë shkollë në përgjithësi luftë apo do thotë urrëtia të tauhidit edhe i ftarë të tauhidit. Edhe këta kanë hise do thotë në armiqësi. Edhe pse do thotë armiqësinë më të madhe do të më pas ndaj atyre të cilët janë udhëheca. Çdo kush i cili i bën shirk Allahu subhanahu wa taala, çdo kush i cili është zhyt në shirkun ndaj Allahut subhanahu wa taala, në njolla dytësitë e shirkut. Çdo kush i cili do thotë nuk e njëson Allahu subhanahu wa taala me adhurim, ai është armik i Allahut. Apo këto ka thënë Allahu në Kur'an. Për shembull, kur tregon për Ibrahimin alayhis salam thotë: "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu." Istighfari që ka bëu Ibrahimi për babën e tij, kur ka kërkuar falje te Allahu që më fal babën, thotë këto e ka bëu për shkak se i ka premtuar babës tij më herët. I ka thonë që unë kam më kërkuar falje. Mirë po thotë, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah." Mirë po kur Ibrahimit ju bëhet qartë se baba i tij është armik i Allahut. Po çdo kush i cili i bën shirk Allahu subhanahu wa taala është armik i Allahut. Do kjo me tekst i Kuranit. Thotë tabarra min, kur Ibrahimi dhe Isam ju bëhet qartë se baba i tij është armik i Allahut, ai është u distancuar prej tij, edhe do thotë u shfaqsu. I ka shkput lidhjet marrëdhëniet me ta. Po prandaj Allah subhanahu wa taala këto thotë: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn." Do të thotë kemi bënë për çdo pejgamber, po njëkohësisht që thamë për çdo edhe për ndjekës pasues të pejgamberëve, kemi caktuar mish prej shejtanëve të njerëzve dhe gjinëve. Yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura, thotë ata e frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë zbukuruese, zbukuruara, të cilat janë si mashtrim, pra mashtrojnë njëri tjetrin me këto fjalë. Allah subhanahu wa taala këtu bëhet shayatin al-ins, shejtan për njerëzve. Shayatin është shumë si shejtan. Shejtan në gjuhën arabe ka kuptimin ai i cili është larg mirësisë, larg hajrit. Po është marrë për fjalës shatane. Në gjuhën arabe është shatane do thotë dikush që qëndron larg diçkafit. Po ai që është shatin ose shejtan është larg çdo mirësie, është larg çdo hajri, çdo të mirë. Edhe kjo mirësi pastaj është në varësi të atij personi që në varësi sa qëndron larg ose natyrës tina. Për shembull, nganjëherë ndodh që do thotë edhe kafshë i thuhet shejtan. Nga se do thotë kafsha nuk i binde njerit, nuk i binde urnave tij dhe i thuhet shejtan për është larg kësaj mirësie. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thujt edhe pllumin shejtan. Për shembull, ka në hadithin e Abu Daudit, në sunen e tina që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pa një njeri duke ndjek një plum. To nuk ka plumagji, ka shku mos një plum. Ja ka ndjek atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë shejtanun yatba'u shejtanan. Ky njeri është shejtan, pe njek çat shejtanin çati. Do të plumit. Pra shejtani është ai i cili është larg hajrit, larg të mirës, larg mirësisë. Mirë po nuk do të thonë që njeriu pse cilësohet shejtan me kanë edhe jo besimtar. Do thotë emri i Islamit i mbet atina, mirë po varësi sa është larg prej hajrit, sa është larg prej të mirës, sa është larg prej mirësisë të Islamit, ai llogaritet edhe quhet shejtan. Kurse jo besimtari se mushriku edhe ai quhet shejtan, nga sa është largu plotësisht prej mirësisë të Islamit, prej mirësisë të imanit. Prandaj kapi shejtanëve që janë prej njerëzve dhe kapi shejtanëve që janë prej gjinëve. Pa dyshim që shejtanë që janë prej gjinëve vazhdimisht i frymëzojnë shejtanë të cilët janë
për njerëzve, po ju hedhin dyshime, ju sjellin dyshime kështu më radh. Nga se Allah subhanahu wa taala ka treguar se çdo njeri e ka nga një karin, do nga një shejtan i cili qëndron afër. Edhe mundohet me deri. Ashtu ka ardhur edhe do thotë në hadithin që transmeton Imam Muslimi për Abdullah ibn Mas'ud. Allah subhanahu wa taala vota aduan shayatin al-insi wal jinn. Po e kemi caktuar çdo pejgamber almish e shejtanëve të njerëzve dhe xhenve. Shejtanët e njerëzve shihen, kurse shejtanët e xhenve na nuk i shohin. E këta shejtanët e xhenve, çu tham, po i hedhin dyshime në shpirtin apo në mendjen e shejtanëve të njerëzve. Po i bojnë vezese, cytje dhe hedhin dyshime aty. Prandaj Allah subhanahu wa taala thotë yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. Ata e inspirojnë, pra e frymëzojnë njëri tjetrin me fjalë boshe të zbukuruara si mashtrim. Po, nëse e shikojmë këtë ajet, Allah subhanahu wa taala thotë zukhruf al-qawl. Fjalë të zbukuruara. Kjo na jep një dobi shumë të madhe. E që tregon se dijet e mushrikëve, paganëve, edhe dyshimet e tyre, ato janë zbukuruara. Pra, shikimin e parë, apo ndëqimin e parë ato shkëlqejnë. Dhe njeriu mashtrohet për tyre. Nëse fjala zukhruf në gjuhën arabe tregon diçka e cila shkëlqen, diçka që është e qartë, diçka që është e solisur, e zbukuruar. Prandaj edhe arit, po floridit në gjuhën arabe i thonë zukhruf. Ose ari është shkëlqen, do thotë ndryshon. Kur ti bjen drita e shkëlqen fort. Prandaj fjalët e zbukuruara për shejtanëve të xhinve, po edhe të njerëzve, janë ato fjalë cilat do thotë ai i cili ndalet i shikon, mendon rreth tyre, do të studion i dëgjon ato dhe i lexon, ato kanë shkëlqim. Po fillimisht kanë shkëlqim, mundën me pas shkëlqim. Po mundën me do bukura. Edhe mashtrohet njëri për ty. Allah kështu po thotë, yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura. Ata inspirojnë njëri tjetrin me fjalë të zbukuruara, inspirojnë njëri tjetrin me fjalë të zbukuruara. Prandaj shohim që ato shkencat apo dijet që janë të mushrikët, ato kanë, do thotë, një lloj bukurie, kanë një lloj shkëlqimi fillimisht. Pra nuk do të ne, kur jemi duke folur këtë temë, pra largimi dyshimeve, më mendu që dyshimet të cilat i sjellin mushrikët, ato në momentin që i lexon më herë kupton që janë dyshime. Ka se sigur ose janë të kota, nga se sigur të kishin qenë kështu, do thonë nuk kishin qujt dyshime. Mirë po ato kanë një këndvështrim ka mundën, dikush mundën më mashtru për ati, nëse i shikon për ati në këndvështrim, ose për ati aspekti. Po mushrikët inspirojnë njëri tjetrin me fjalë të zbukuruara. Derisa thotë ai dyshim që e sjellin ata duket aq i bukur sa që njeriu mashtrohet edhe pranë. Është vërtet që do ai dyshimi që e sjellin ata nuk ka kur fanhisën në vërtetën haku. Mirë po njëkohësisht do të më ditë ose nuk do të më mendu që dyshimin e cilën e sjellin ose dyshimet e cilat i sjellin mushrik nuk ka kur fare aspekte të studimit apo të shqyrtimit që mund dikush më mashtru për sa. Po ai ka mundësi që do thotë njeriu kur e sheh edhe lexon fillimisht i duket aq i bukur, aq i mirë, aq i stolisur, do të aq që shkëlqen, do të aq që është e bazuar në dije, po që mundet përmes një këndvështrimi unë pranu se vërtet ose se fakt, mirë po dietarët momentin kur meditojnë rreth sajna, do të studiojnë e shohin që është do të dyshimi kot, është argument i kot që s'pranohet. Siç thot Allahu subhanahu wa taala, "Walladhina yuhajjuna fillahi من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد." Ata të cilët polemizojnë rreth Allahut subhanahu wa taala. Pasi që një pjesë e njerëzve ka përgjigjë Allahut subhanahu wa taala. Të argumentet e tyre janë të kota, të asgjësuara. Argumentet e tyre janë të asgjësuara. Te Allahu subhanahu wa taala janë të asgjësuara, nuk pranohen. Po të edhe mbi ta ka rreth zemrimi Allahu subhanahu wa taala do të kenë dëshkim dëmshëm ose dëshkim tashme. Argumentet të cilat i sjellin i thtarë të shirkut e kanë një lloj shkëlqimi, e kanë një lloj bukurie, e kanë një lloj mashtrimi, një lloj pështjellimi. Edhe kanë një lloj paqërsie, një lloj dyshimi. Po paqërsi që i bën ato mu përzi me të vërtetën dhe mu pranu se e vërtet për njerëzve. Prandaj nuk do të më mendu që ato dyshime të cilat i sjellin armiqtë e tauhidit
Çdo dyshim se cilin ata në origjinë ose në parim mendja nuk i pranon hiç. Nuk do të mundis nga kjo anë, nga ky aspekt. Ka se sikur të kishin shtatë shumica e njerëzve nuk i kishin pranuar ato. Mirë, por kontrazi ato mundën shumë lehtë mu pranu mendja e njeriu ose logjika e njeriu që nuk është, do thotë, e pajisur me dije, me baza, me argumente, me parime. Prandaj, përmes këtyre dyshimeve, pra, çu tham shejtan i kanë mashtruar njerëz, ose shejtan prej gjinëve dhe njerëzve i kanë mashtruar edhe njerëz edhe gjin, do thotë i kanë qenë shkak që ata me deviju dhe me bosh shirk Allahu subhanahu wa taala. Pse? Nga se fjalët e tyre janë mashtrim. Po fjalët e tyre janë zukhruf, janë të zbukuruara. Edhe kanë sjell Allahu subhanahu wa taala thotë ghurura, po janë si mashtrim. Por me zbukurimit që kanë bërë fjalët e tyre, ato do thonë shikimin apo leximin e parë duket që shkelçejnë. Duket që ka diçka këtu. Kur i dëgjon njeriu apo i lexon ato. Edhe pse do thotë mos që të studiohen, mos që të shqyrtohen, arrin përfundim që ato thjesht janë mashtrim që i kanë bërë ata njëri tjetër. Po nuk ka kur gjë për tyre hiç. Po kur njeriu i studion ato, i ulëmton rreth tyre, edhe do thotë i peshon ose i krahason me argumentet për Kur'anit dhe Sunetit, e sheh që ato janë argumente të thonë të zgjesuara. Prandaj Allah subhanahu wa taala vetë këto dyshime që i sjellin ata për i qunë që janë hujja, janë argument. Nga aspekti se njeriu kur i lexon momentin e parë ose kur i dëgjon ato i duken si argument. Mirë po thotë Allah, edhe pse janë hujjatuhum, edhe pse janë argument, mirë po janë argumente të azhësuara, po janë argumente që nuk do thotë mos studin, mos i shërtohen, mos i që do thotë të vendosen mbi bazat e Kuranit dhe Sunetit, vërehet që mos i të peshohen këto bazë, vërehet që janë të kota, apo janë të azhësuara. Pastaj autori vazhdon thotë wa qad yakunu li'adai tauhid ulumun kathira wa kutubun wa hujaj. Gjithashtu përveç kësaj do të më ditë që armisht të tauhidit kanë mundësi me pas shkenca të shumta. Pa kanë mundësi me pas edhe libra. Kanë mundësi me pas edhe prova, argumente që me të cilat i kanë mbushur to librat e tyre. Nuk do në më duhet që ata janë ignorantë dhe nuk dinë kurrë hiç. Po inshallah për këto fjalë të autorit dhe për tjerat do të vazhdojmë dersin e ardhshëm. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.